Netët e para të festës në Sokak kanë sjellë një atmosferë të veçantë festive në Gjirokastër, duke mbushur me gjallëri pazarin karakteristik dhe rrugicat me kaldrëm të qytetit të Gurt. Qindra qytetar, vizitor dhe turistë të huaj janë bërë pjesë e aktiviteteve duke shijuar muzikën tradicionale, vallet popullore dhe programin kulturor të përgatitur për këtë festë. Festa në Sokak ka kthyer edhe një herë vëmendjen te vlerat më të bukura të Gjirokastrës, trashëgimia, mikpritja, tradita dhe atmosfera e rrallë që ofron qyteti muze. Është kënaqësi që unë jam pjesë e këtij aktiviteti madhështor, sidomos jam pjesë e ISO Polifonisë. Më vjen mirë që ka një interesim shumë të madh nga turistat, nga vendas edhe të huaj. Edhe kjo është pjesa më e bukur që neve kemi një vlerë të paçmueshme që neve duhet ta mbrojmë me fanatizëm. Jam shumë krenar për këtë nismë që kemi marrë. Sot në këtë festë të madhe kishim dy momente kryesore, nxjerrja e rakis sipas traditës dhe kafeja në gur siç është pas bërë në shtëpiat e vjetra gjirokastrike. Më shumë se 5 ditë Gjirokastra feston. Gjirokastra feston me Gjiroklasika, Gjirokastra feston në Sokak dhe Gjirokastra feston në aktivitetet e njësitë administrative. Sot dhe nesër, fest në Sokak ju pret në shesh me artistë më se të mirënjohur. Nesër, sheshi mirëpret të madhin Petrit Lulo, Genën dhe Ponin. Dhe mos harroni, Gjirokastra ju pret në shesh. Tingujt e muzikës popullore dhe interpretimet artistike kanë krijuar një mbrëmje të ngrohtë për të gjithë të pranishmin, ndërsa pazari historik është ndërruar në qendrën kryesore të festimeve. Aktiviteti i cili do të zgjasë 3 ditë, pritet të sjellë edhe më shumë vizitorë në qytetin e Gurt, duke i dhënë një tjetër impuls jetës kulturore dhe turistike të Gjirokastrës. Kjo festë jo vetëm promovon traditat dhe identitetin lokal, por edhe forcon rolin e qytetit si një nga destinacionet më të dashura të turizmit kulturor në Shqipëri.